Një objekt në proces ndërtimi në shpatin e malit të Taraboshit në Shirok është shëmbur para ditën e së martës nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit. Si tregojnë edhe filmimet në distancë pasi shërbimet e policisë për shkak të sigurisë nuk lejuan që operatorët të afroheshin në këtë objekt, ndërtimi ishte në lartësi mbi 100 metër nga rruga Shirok-Zogaj. Ndërhyrja e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit është mbështetur nga forcat e policisë, por nuk ka qenë nevojshme ndërhyrja e tyre pasi procesi i shëmbjes së godinës ka vijuar normalisht. Detuesit këtij operacioni nuk kanë dhënë informacione për pronësinë e këtij objekti as se si janë ndjekur procedurat për të ardhur deri në momentin e ndërhyrjes së fadrumave, por kanë theksuar se gjithçka është ndjekur konform rregullave që zbatohen në kushtet kur konstatohen ndërtime pa leje. Prishja e këtij objekti ka vijuar deri në orët e drekës konform kërkesës së inspektorëve të mbrojtjes së territorit për lirimin e trullit. Pas ndërhyrjeve në theth, prishja e këtij ndërtimi në Shirok është rasti i dytë i ndërhyrjes së Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në zonën e Shkodrës. Për ditët në vazhdim, mbetet të pritet se në cilat drejtime të tjera do të ndërhyjë ikë më të sërish.